Shumë qytetarë janë përballur me vështirësi në shlyerjen e detyrimeve bankare, çka shpesh çon në ndërhyrjen e gjykatave dhe përmbaruesve për bllokimin e llogarive apo pasurive. Por një situatë e pazakont ka ndodhur së fundmi në Shqipëri, ku vetë një bank është vendosur në rolin e debitorit. Bëhet fjalë për Raiffeisen Bank, e cila është detyruar nga gjykata të paguajë një gjob prej rreth 6.000 eurosh, pasi nuk e ka shlyer vullnetarisht një masë administrative të vendosur nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i Bashkisë së Tiranës. Gjoba, në vlerën 593.320 lek, është vendosur në tetor të vitit 2025. Fillimisht, banka ka pretenduar se nuk kishte marrë njoftim për këtë vendim, çka detyroi institucionin përgjegjës të përdorte procedurën e shpalljes publike, sipas legjislacionit në fuqi. Pas marrjes së dienisë, banka e ka kundërshtuar gjobën në gjykatën administrative. Megjithatë, ligji parashikon që ankimimi nuk pezullon ekzekutimin e venimit, çka do të thotë se gjoba duhet të paguhet menjëherë, pavarësisht procesit gjyqësor në vijim. Pavarësisht këtij detyrimi, banka nuk e ka shlyer shumën. Për këtë arsye, më 5 shkurt 2026, Gjykata Administrative e Tiranës ka pranuar kërkesën e inspektoratit dhe ka urdhëruar lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për mbledhjen e gjobës. Vendimi parashikon ndërhyrjen e përmbarimit për të detyruar pagesën dhe nuk lejon ankim të mëtejshëm. Ky rast konsiderohet i veçantë, pasi një institucion financiar që zakonisht ndjek klientët për detyrime të papaguara, është vendosur vetë përballë mekanizmave të detyrueshëm të ligjit.